Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Siria një zyrtarisht Republikën e Kosovës. Presidenti Vjosa Osmani njoftoi në Riyadh se kanë arritur marrëveshje nëpërmjet së cilës Republika Arabe e Sirisë e ka njohur zyrtarisht Kosovën. Është një lajm i jashtëzakonshëm sepse bën bashk dy shtete në krijimin e marrëdhënieve diplomatike dhe marrëdhënieve ndërshtetërore, dy shtete që kanë vuajtur shumë nga luftrat të tmerrshme, dy shtete që kanë humbur shumë, dy shtete që kanë sakrifikuar shumë. Sipas Osmanit, kjo njohje e ndërsjellë nuk është vetëm me sovraniteti shtetëror, por dhe njohje e sakrificës së shumë brezave për të jetuar të lirë. Ky akt i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike dhe ky akt i njohjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Sirisë është më shumë se sa njohje e sovranitetit shtetëror, është edhe njohje e sakrificës së gjatë të popujve tanë për liri dhe njëkohësisht është një shprehje për kushtimit tonë të fortë që të punojmë bashkë me Sirinë, që të hapim kapitull 3 të bashkëpunimit. Me këtë vendim Siria të bëhet shteti 120 që ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme i Sirisë, Asad Hasan al-Shaibani, tha se me mbështetjen e Turqisë, Siria njeh Kosovën si shtet të pavarur. Në një postim në platformën sociale X, kryediplomati sirian shkruan se në patronazhin e Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e Turqisë, Republika Arabe Siriane njofton njohjen e Republikës Kosovës si shteti i pavarur, duke riafirmuar respektin për sovranitetin dhe të drejtën e popujve për vetëvendosje. Shaibani theksoi se Damasku pohon respektin e tij për vullnetin dhe aspiratat e popullit Kosovës dhe pret me padurim zhvillimin e marrëdhënieve dypalçe midis Damaskut dhe Prishtinës në një mënyrë që promovon stabilitetin dhe respektin e ndërsjellë midis kombeve. Presidenti i Shqipërisë përshëndet njohjen e Kosovës nga Siria. Përmes rrjeteve sociale, Bajram Begaj vlerëson se me këtë vendim Siria mbështeti shtetin e Kosovës dhe paqen e stabilitetin në Ballkan. Faleminderit të gjithë atyre që mundësuan këtë njohje, shkruan presidenti Bajram Begaj. Gjermania uron Kosovën për njohjen e saj nga Siria. Ambasadori i Berlinit në Prishtinë, Rainer Rudolf, uroi presidenten Vjosa Osmani dhe popullin e Kosovës për vendimin e marrë nga Siria. Në një postim në rrjetet sociale, ambasadori gjerman u shpreh se ndihet shumë i lumtur me këtë dinamikë të re, pasi si kundërtai, kjo është njohja e tretë gjatë këtij viti. Është fantastike të shihet kjo dinamikë e re, shkroi ambasadori Rudolf. Ai nënvizoi se Gjermania ka qëndruar gjithmonë në mbështetje të pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës. Mediumi kroat Večernjilist e komentoi njohjen e Kosovës nga Siria si një goditje për Serbinë. Sipas këtij mediumi, ky vendim i Damaskut zyrtar është një dush i ftohtë për presidentin e Serbisë për shkak të raporteve të mira ekonomike dhe politike në mes të Sirisë dhe Serbisë. Së bashku me Rusinë dhe Iranin, Siria ishte ndër vendet e pakta që mbështeten fuqimisht integritetin territorial të Serbisë. Pikërisht për këtë arsye, shumë në Beograd e shohin njohjen e Kosovës nga Damasku si një tradhti dhe një goditje serioze për politikën e jashtme serbe, shkruan gazeta Večernjilist. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Evropian mund të heqë më tej masat financiare ndaj Kosovës nëse pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në veri arrihet një transferim i rregullt i qeverisjes dhe deskalimi mbetet i qëndrueshëm. Kjo thuhet në draft raportin e progresit për Kosovën, të cilën Komisioni Evropian pritet ta publikojë më datën 4 nëntor. Sipas burimeve diplomatike, kjo nënkupton mbartje të qetë të pushtetit dhe marrje të detyrës nga kryetarët e rinj të komunave në veri. Sipas gjetjeve të dokumentit, dialogu Prishtinë-Beograd ka qenë i penguar për shkak të situatës politike si në Kosovë ashtu dhe në Serbi. Në këtë kuadër përmendet se Serbia nuk ka ndërmarrë masa ndaj autorëve të sulmit në Banjsk, ngjarje që ka shënuar për shkallëzim më të madh të sigurisë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nga Parisi tha se Kosova është një shtet në të drejtën e vet. Kryeministri Edi Rama nënvizoi qartësi se i vetmi problem që sot ekziston mes Shqipërisë dhe Serbisë është Kosova. Nga forumi i paqes mbajtur në Paris, kreu i qeverisë shqiptare pas interesimit të gazetarëve deklaroi se marrëdhëniet mes vendeve vështirësohen në momentin që Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, në një kohë që për Shqipërinë Kosova është një shtet në të drejtën e saj. Natyrisht kemi një problem me Serbinë, një problem të madh, që është Kosova. Apo Kosovo, siç i thon këtu. Kosova është një problem, sepse për ne është një shtet në të drejtën e vetë, jo vetëm për ne, por për shumicën e vendeve të BE-s, për Serbinë e për ndonjë vend tjetër nuk është. Dhe është një problem i madh.
Megjithatë, sipas kryeministrit Edi Rama, Shqipëria është e interesuar për të ndërtuar marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e rajonit. Në këtë kushte, sipas tij, lëvizja e lirë e mallrave dhe shërbimeve dhe kapitaleve është e vetmja rrugë për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Ose do të vazhdonim të rrinim me kokën pas e të ndiznim pakënaqësi, të ndiznim tensione, të ndiznim energji negative dhe të dëmtonim veten, ekonominë tonë, të ardhmen tonë, sepse jemi tregje shumë të vogla, kemi nevojë që të jemi të gjithë bashkë, ose alternativa tjetër ishte të thoj, dëgjoni, nuk biem dakord për këtë, por kjo nuk mund të na parandalojë të punojmë së bashku për shumë gjëra që biem dakord që njerëzit, qytetarët tanë duhet kenë lirinë e lëvizjes, që mallrat tona duhet kenë lirinë e lëvizjes, e kështu me radhë. Richard Grenell, i dërguari për misionin special i presidentit amerikan Donald Trump, kritikoi sërish Bashkimin Evropian për dhomat e specializuara në ku po mbahet ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Grenell u shpreh se Europa ka dështuar dhe nuk po reagon në lidhje me padrejtësinë që po i bëhet Hashim Thaçit. Sipas tij, ish presidenti i Kosovës duhet të padisë Hagën në gjykatën amerikane. Ai kritikoi dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke u shprehur se nuk ka bërë asnjë reagim për faktin që gjykata e Hagës mban për 5 vite në paraburgim Hashim Thaçin, vetëm se ky i fundit do të takojë me Donald Trump për një marrëveshje paqe që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith dhe gjykatës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sankcionojnë qartazi në projekt ligj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vijë vetëm përmes zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe aneksit të saj dhe jo përmes shkëmbimeve të territorit. Kushtozimi është vendosur në Aktin për Demokracinë dhe Progresin e Ballkanit Perëndimor. Nëse ai kalon në Kongresin dhe Senatin Amerikan, në të gjitha komisionet përkatëse dhe në fund merr dhe miratimin e presidentit Donald Trump, Shtetet e Bashkuara do të miratojnë një ligj që i detyron që politika e tyre jashtme të mos mbështesë shkëmbimin e territoreve, ndarjen apo çfarëdo forme tjetër të rishikimit të kufive mbi baza etnike mes Kosovës dhe Serbisë apo kudo tjetër në Ballkanin Perëndimor, përfshirë shkëputjen e Republikës Srpska. Departamenti Amerikan i Shtetit sqaron vendimin për heqjen e sanksioneve ndaj ish-liderit të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Në përgjigje ndaj Radios Europa Lir, Departamenti Amerikan i Shtetit thosë se veprimet konstruktive të ndërmarra gjatë javëve të fundit nga Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska ndikuan në vendimin e SBA-s për të hequr sanksionet kundër ish-liderit të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik dhe 10 individëve dhe kompanive të lidhura me të. Dodik, presidenti i Aleancës Social-Demokratëve të Pavarur, ishte sankcionuar 2 herë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit për paqe. Sanksionet ndaj tij, antarëve të familjes së tij, kompanive dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë u hoqën të mërkurën. Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se veprimet e Asamblesë Entit-Serb të Bosnjës duhet të ndihmojnë në përmirësimin e stabilitetit në Bosnjë dhe të mundsojnë një partneritet me Shtetet e Bashkuara të bazuar në interesa të përbashkëta, potencial ekonomik dhe prosperitet. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërheqin trupat nga Rumania. Ministria e Mbrojtjes në Bukuresht tha se trupat e larguara nuk do të zëvendësohen. Megjithatë, ministri rumun i Mbrojtjes, Inut Mosteano, vuri në duke se numri i përgjithshëm i trupave në krahun lindor të NATO-s dhe pas ndryshimeve do të mbetet më i lartë se përpara sulmit rus ndaj Ukrainës. Zyrtarët amerikanë thanë se ndryshimet ishin pjesë e planeve të gjata dypartjake të Washingtonit për të orientuar drejt Azisë, si dhe një shenjë përmirësimi të gatishmërisë europiane në përgjigje të sulmit rus ndaj Ukrainës. Pas Rusisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i rikthejnë testimeve bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi rifillimin e menjëhershëm të tyre. Për shkak se vendet e tjera po testojnë programe, unë kam udhëzuar Departamentin e Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore mbi baza të barabarta, shkroi Trump në një postim në platformën e tij Truth Social. Ky proces do të fillojë menjëherë, shtoi ai pa specifikuar se cilat armë do të testoheshin. Njoftimi erdhi pak përpara takimit të Trump me presidentin kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë fuqi bërthamore, së bashku me Rusinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën. Italia ofron bonus për nënat që punojnë dhe kanë 2 ose më shumë fëmijë. Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore në Itali udhëzon aplikimin për shpërblim ujor prej 40 eurosh. Bonusi është i disponueshëm për nënat me 2 fëmijë derisa fëmia i dytë të mbush 10 vjeç dhe për nënat me 3 ose më shumë fëmijë derisa fëmia i tyre më i vogël të mbush 18 vjeç. Bonusin e përfitojnë gratë e punësuara në shtet ose privat
duke përjashtuar punojësit e vetëpunësuara të regjistruara në skemat e detyrueshme të sigurimeve shoqërore. Të ardhurat vjetore të fituara nuk duhet të kalojnë 40.000 euro. Shuma mujore prej 40 eurosh e përjashtuar nga taksat do të paguhet nga instituti në një pagesë të vetme në dhjetor 2025 ose deri në shkurt 2026, duke mbuluar deri në 12 pagesa mujore për një maksimum prej 480 eurosh në vit. Zgjerimi i prodhimit të energjisë diellore në Gjermani çoi në uljen e çmimeve të energjisë elektrike me 15% duke ndihmuar vendin të kursejë miliardë euro çdo vit. Të dhënat janë publikuar në studimin e kryer nga firma këshilluese Enervis me porosi të shoqatës gjermane të industrisë diellore. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë e Gjermanisë, Katrin Reisch, planifikon të shkurtojë subvencione shtetërore për instalimet e reja të vogla diellore me arsyetimin se ato janë të leverdishme për konsumatorët edhe pa ndihmë shtetërore. Konsumatorët gjerman që vendosin panele diellore në çatinë e shtëpisë dhe furnizojnë energjinë e prodhuar në rrjet, marrin një shumë fikse për çdo kilovator për një periudhë 20 vjeçare. 5 të arrestuar nga autoritetet franceze për vjedhjen në Muzeun e Louvrit më 19 tetor. Sipas mediave franceze, një dyshuar i fundit u kap në Paris mbrëmjen e së mërkurës dhe ndodhet në paraburgim. Hajdutët përdorin një ashensor lëvizës për të ngjitur në muze dhe thyen dritaren që çonte në Galerinë Apollo, vitrinën e muzeut për xhevajire të kurorës franceze dhe vodhën thesare mbretërore. Grabicët arritën që të merrin 8 bijuteri, stolitë e mbretëreshës Marie Amélie, varse dhe vathat e Marie Louise, me një humbje të vlerësuar prej 88 milion eurosh. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.